historia në vitin e fundit e ka një rikthem të interesimit të studentëve. Tha babës dhe nëns, tha më tu mero për këtë band se në mon këtë botë. Ligji për hapjen e dosjeve do të bërë një kujdes se nuk është ligj për lustracion, është ligj për njohje. Megjithse ka një rënje të numrit të studentëve viteve të fundit, gjithandaj historia në vitin e fundit e ka një rikthem të interesimit të studentëve dhe kjo është një kontribut i madh edhe i stafit të departamentit dhe i botimeve që janë bërë, sepse ka një sër monografish, artikuj shkencor në revista kredibile brenda dhe jashtë vendit dhe disa prej botimeve sigurisht që do të keni mundësi që të shihni në ditën e ajit kur ne do të promovojmë veprat e stafit të departamentit të historisë. Unë kam një lidhje edhe personale me historinë, sepse kam filluar me studiu historinë vitet e larta në 1995 dhe i kam përfunduar 2 vite, po për shkak që të njohura më desh me ndërprer. Edhe arsyeja pse mendoj që historia është e rëndësishme, jo veç e dini, sepse jeni duke studiu, po mendoj që duhet çdo herë rikujtuar se nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën, po ka të bëjë edhe me mënyrën se si do ta ndërtojmë të ardhmen. Sepse ne jo vetëm që mësojmë nga e kaluara, po përmes mësimeve nuk i përsërisim gabimet dhe përmirësohemi. Prandaj historia më shumë se kur sot ka rëndësi që jo vetëm të studiohet, jo vetëm të hapët ndaj fushave të ndryshme dhe të reja, po që çdo herë e më shumë të jetë e kultivuar në shkencën edhe në kërkimet shkencore të ndryshme. Rrusta kalon detar të shkruan në mënyrë kronologjike për çdo ditë. E kam detarin të fotografuar në telefon, edhe ko paskue edhe lexoj, edhe këshyri që ka thonë, edhe shkruaj ka pak dhe farforën poezish për te. Po është interesant që ka thonë me 8 prill 99-ës, mandej mas 10 dite me 18 prill ka qenë për herë të fundit të shtëpi, edhe taksativisht më kujtohet fjalë për fjalë, kena qenë not babës, dikon më shumë se që të pjesëmarrës refugjat luftish, me thonë që ikshëm kush ka mu ike, edhe tha babës edhe nëns, tha më tu mero për këtë band se në mon këtë botë. Autoriteti dosjeve merret me njohjen e dokumentacionit sekret të krijuar nga shërbimi sekret gjatë periudhës komuniste. Dhe fusha e veprimit të tij është nga viti nga 29 nëntori i vitit 1944 deri në 2 korrekt të vitit 1991. Ligji për hapjen e dosjeve do të bërë një kujdes se nuk është ligj për lustracion. Është ligj për njohje, për informim, për dokumentat e krijuara sekret. Në autoritetin e dosjeve ka të drejtë çdo qytetar që të vi të informohet për dokumentacionin që është krijuar dhe ruajtur për të. Po kush janë këta qytetarë? Janë palët e prekura, persona që janë ndjekur drejt për drejt. Ka palët e treta, trashëgimtarët, bashkëpunëtorët dhe të favorizuarit nga sigurimi i shtetit. Pra këta futen në kuadrin e kërkesave individuale. Pra çdo njeri nga ju mund të drejtohet autoritetit dosjeve.